Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Një tender publik, 2 lote dhe vetëm një kompani fituese. Bashkia e Vlorës ka përzgjedhur të njëjtin operator ekonomik për të dyja pjesët e projektit të rikualifikimit urban të bllokut të Orizit, pasi ka skualifikuar kompanitë e tjera, përfshirë edhe ato që kishin paraqitur oferta financiare dukshëm më të ulta. Çfarë fshihet pas tenderit të bllokut të Orizit? Për më gjerë shënimi redaksional. 2 lote, një fitues dhe 3.5 milion euro. Çfarë fshihet pas tenderit të bllokut të Orizit? Një tender publik, 2 lote dhe vetëm një kompani fituese. Bashkia e Vlorës ka përzgjedhur të njëjtin operator ekonomik për të dyja pjesët e projektit të rikualifikimit urban të bllokut të Orizit, pasi ka skualifikuar të gjitha kompanitë e tjera, përfshirë edhe ato që kishin paraqitur oferta financiare dukshëm më të ulta. Procedura e shpallur gjatë muajit qershor ka një fond limit të përgjithshëm prej 350 milion lekësh të rinj, ose 3.5 miliard lekësh të vjetër. E përkthyer në monedhën evropiane, bëhet fjalë për afro 3.5 milion euro para publike të vendosura në dispozicion të një projekti të vetëm urban. Projekti parashikon ndërhyrje në rrjetin elektrik, ndriçimin publik dhe fasadat e bllokut të banesave që shtrihen ndërmjet rrugëve Fatos Arapi, Hasan Kushta, Ismail Qemali dhe Mistomele, zona një gjerësish nga qytetarët si bloku ose tregu i Orizit. Loti i parë kishte një fond limit prej 208 milion lekësh të rinj. Në procedurë morën pjesë 7 kompani dhe bashkime operatorësh, por 6 prej tyre skualifikuan. Në përfundim, fituese u shpall kompania Zdrava me një ofertë prej rreth 200 milion lekësh. Oferta e Zdrava përfaqësonte afërsisht 96.3% të fondit limit dhe rezultonte më larta ndër ofertat e paraqitura në garë. Ky fakt me rëndësi të veçantë për shkak se jashtë procedurës mbeten oferta që premtonin realizimin e punimeve me një kosto shumë më të ulët. Bashkimi i operatorëve ISEC Ergi Alges Construction kishte ofruar rreth 80 milion lekë më pak se kompania fituese. Edhe subjekti Cara kishte paraqitur një ofertë rreth 73 milion lekë më të ulët. Megjithatë, të dyja ofertat së bashku me 4 të tjera u skualifikuan nga Bashkia e Vlorës. Një situatë e ngjashme u përsërit në lotin e dytë, i cili kishte një fond limit prej rreth 140 milion lekësh të rinj. Në garë morën pjesë 6 kompani, po 5 prej tyre u skualifikuan. E vetmja kompani që mbeti në procedurë dhe u shpall fituese ishte përsëri Zdrava. Për lotin e dytë, Zdrava paraqiti një ofertë prej rreth 113 milion lekësh të rinj. Ndërkohë, bashkimi operatorëve Ndregjoni Udha kishte ofruar rreth 100 milion lekë ose 13.3 milion lekë më pak. Edhe kjo ofertë më e ulët nuk arriti të qëndronte në garë për shkak të skualifikimit. Skualifikimi i ofertave më ekonomike nuk është në vetvete provë për shkelje, pasi operatorët duhet të përmbushin kriteret teknike, ligjore dhe administrative të tenderit. Por, kur të gjithë konkurrentët skualifikohen dhe të dyja kontratat përfundojnë te njëjti operator, lind nevoja për transparencë të plotë mbi arsyet konkrete të çdo përjashtimi dhe mënyrën se si janë vlerësuar dokumentet. Bien në sy disa nga arsyet e skualifikimit. Për shembull, një nga operatorët është skualifikuar pasi autorizimet për sistemin kapot nuk i kishte të përkthyera në shqip. Ky operator kishte dhënë ofertën 22 milion lekë të vjetra, më pak se Zdrava. Një operator tjetër është skualifikuar pasi Komisioni i Vlerësimit të tenderit nuk e paska kuptuar mirë nëse arkitekti i propozuar për projektin ishte arkitekt peizazhi apo arkitekt i zakonshëm. Që të dy arsyet e mërsipërme janë tepër norvegjeze për të përbërë arsye të forta për skualifikim. Tjetra është pse u nda në 2 lote, kur bëj fjalë për të njëjtën zonë, pse të mos jepe i plot edhe në një lot. Kompania Zdrava është në pronësi të FAIK, Dashnor dhe Kastriot Sinanaj, si dhe Ylli dhe Arben Zdravës, ndërsa administrator është Dashnor Sinanaj. Si pas të dhënave të publikuar, ajo rezulton për fituese 10 kontratave publike me një vlerë të përgjithshme mbi 15 milion euro. Pyetja që mbetet pa përgjigje është e thjeshtë. Përse projekti u nda në 2 lote, kur të dyja përfunduan tek e njëjta kompani, ndërsa ofertat më të ulta u lanë jashtë?
Rritja e fluksit të turistëve gjatë sezonit veror ka sjellë edhe një shtim të numrit të vizitorëve që zgjedhin të eksplorojnë shtigjet, por sipas Nexhip Hysenlakoj, specialisti i zonave të mbrojtura, një pjesë e madhe e turistëve preferojnë të lëvizin të vetëm dhe nuk angazhojnë guidat lokale, të cilat mund të ofrojnë orientim dhe siguri gjatë eksplorimit. Rastet e humbjes por dhe të dëmtimit të turistëve të huaj që eksplorojnë shtigjet malore vijojnë të mbeten një problematik shqetësuese. Rasti më i fundit është pikërisht i tillë ku përveç operacionit të kërkim shpëtimit ka qenë e nevojshme dhe dhënia e ndihmës mjekësore. Sipas Nexhip Hysenlakoj, specialist i zonave të mbrojtura për organizimin e operacionit të fundit të kërkim shpëtimit, është dashur angazhimi i disa strukturave përfshirë administratën e zonave të mbrojtura, shërbimin zjarfikës, policinë e shtetit dhe infermierin e qendrës shëndetësore të Imarës. Po, në fakt rasti fundit ishte jo vetëm humbje, po ishte edhe dëmtimi një turisti, pra që jep edhe më të vështirë dëgjurinë, për shkak edhe të orarit në dispozicion, pra që ishte orët e vona të mbrëmjes, të grupit të madh që ishte ky i humbur të lartësisë mbi nivelin e detit, pra të mundësisë për të shkuar dhe për të arritur në ku atje. E bëri të vështirë, por e të pamundur, sepse era dhe një grup i 5 gjermanësh, çuna të rinj, të moshës 18 vjeçar, kishin kërkuar të bëjnë aventurën e malit Çikës, në kthim një nga personat, kishte pësuar hipotermi dhe pamundësi për të lëvizur 2 metra mbi nivelin e detit. Pra, Aksela nuk u desh vetëm për të shkuar dhe për të qetur, por u desh njëkohësisht edhe për të ndryrë me anë të një mjeku, pra të infermierit të Imarës, i cili dha ndihmën e parë dhe bëri të mundur rikthimin në shëndosje mirë në operatë. Ndërkohë, sipas Hysenlakoj, rritja e fluksit të turistëve gjatë sezonit veror ka sjellë dhe një shtim të numrit të vizitorëve që zgjedhin të eksplorojnë shtigjet. Problemet lidhen kryesisht me mungesën e informacionit dhe mos angazhimin e guidave lokale, të cilat mund të ofrojnë orientim dhe siguri gjatë eksplorimit. Megjithatë, një pjesë e madhe e turistëve preferojnë të lëvizin vetëm, duke krijuar situata të vështira në rast humbjeje apo emergjence. Pra, rritja e fluksit turistik njëkohësisht rrit edhe përdorimin e shtigjeve mjedisorë nga turistë huaj. Mosmarrja e informacionit të dur është njëri nga shkaqet e para, por ajo që është më e rëndësishme dhe i themi gjithmonë është mos përdorimi i guidave lokale. Pra, që të duam të kemi një turizëm të sigurt malor, duhet se s'bëj që të kemi guida lokale, të cilat janë persona të aftë për ta bërë ditën të këndshme, pra, për ta bërë ditën turistike dhe për të kthyer përsëri në destinacion. Pra. Kemi guida lokale? Guida lokale ka guida, ka agjensi, ka edhe guida lokale njëkohësisht të zonës, cilët e ofrojnë këtë shërbim, kuptohet kundrejt pagesë absolutisht po, por nuk përdoren nga shumica e turistëve, përdoret gjithmonë ajo mënyra të vizituarit autonom, pra me një hartë ose me një telefon, dhe pastaj këto sillin problemet që po hasim deri tani. Hysenlakoj ndalet dhe te sinjalistika në shtigje. Sipas tij, sinjalistika vertikale ekziston, po ka ende nevojë për përmirësime dhe shtim të saj në disa zona. Ai thekson se shpesh turistët nuk u kushtojnë vëmendje tabelave orientuese, çka ndikon në humbjen e orientimit. Sinjalistika është sinjalistika që ne quajmë sinjalistika vertikale, ose sinjalistika e shkruar me simbole në për pemë, në për drur, në për shkëmbej, pra që është një sinjalistikë e bojës së bardhë të kuqe, të cilat tregon kur ti je në shtek. E dyta që është e rëndësishme është përdorimi i aplikacionit, pra të gjitha shtigjet e Karabur Llogoraj gjenden në aplikacionin Wikilog, pra që është një aplikacion ku ti mund ta aksesosh shumë lehtë një shtek, jo vetëm shtekun e Çikës, por pothuajse janë 7-8 shtigje të markuara, pra po jo të gjithë pra kanë këtë informacion, pra që e marrin pra dhe nuk e përdorin. Pastaj po sigurisht ka nevojë akoma për më tepër, pra për tabela, ka nevojë për më tepër për sinjalistik, ka më tepër për hapje shtigjesh, pra, sepse normalisht në periudha të caktuara shtegu natyrisht rikthehet përsëri në gjendjen e pashme, pra mbyllet. Pra, këto punime janë domosdoshme gjithmonë. Të rrezikshme janë shtigjet. Edhe shtegu i vogël mund të bëhet i rrezikshëm për mungesë informacioni e parafare. E dyta është për aftësitë që ka grupi që duhet të kryejë një shteg të caktuar. Shtigjet vështira pothuajse të Karaburgut janë gjithë të vështira për shkaqe të ndryshme, të mungesës së ujit të pishëm, mungesës ose ekspozimit të diellit, sidomos në periudhën e beharit, po e quajmë kështu. Kurse shtigjet e aventurës janë ato të Malit Çikës, sepse kanë një pjerësi të jashtëzakonshme, kërkojnë gjithë ditën impenjim, pra nuk është një shtek që mund ta nisësh në drekë dhe ta përfundosh në mbylljen e ditës, pra është një shtek që do ta fillosh në mëngjes dhe ta mbyllësh pasi të vonë. Pra, të rrezikshme nuk e bën thjesht vetëm shtegu, po e bën njëkohësisht edhe, po themi kështu, ai trekëndshi grup, shtek dhe koha. Pra ka pas raste
edhe më para, po edhe ky rast i fundit mund të kthehej në një rast fatal, nëse më do ndryhej në kopra. Do ndryhej në kopra edhe është mirë të përmend edhe grupin që morën pjesë pra si policia e shtetit, por edhe infermieri i qendrës shëndetësore të Imarës, pra edhe si arfikës të Imarës, dhe mbi të gjitha edhe ky grup i ri i shpëtimit të Albin, që është krijuar tani sa afër, i cili është një garanci më tepër për ndryrje të tilla, sepse janë pajisje edhe me mjet edhe pajisje, shumë mirë. Pra, si sa të fillim, pra nga një gjë e vogël gjithmonë mund të lindë diçka fatale, nëse nuk ndryhen në kohë. Pra edhe ky ishte një nga ato raste të cilat mund të kthejnë në fatalitet. Deri tani, në këto momente që po flasim, personalisht është hera 34 e kërkim shpëtimit është falas. Absolutisht po. Vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 3 raste të humbjes të turistëve që eksploronin shtigjet, duke sjellë jo vetëm operacione kërkim shpëtimi, por dhe probleme shëndetësore dhe dëmtime të pësuara gjatë eksplorimit. Mbulimi i kanalit kullues në lagjen Kushtrimi, banorët e zonës denoncojnë cilësinë e dobët të punimeve. Sipas tyre, pllakat e betonit janë rivendosur në mënyrë të çrregullt në disnivel dhe në disa segmente mungojnë plotësisht, duke krijuar rrezik për kalimtarët. Pasi u pastrua në një pjesë të tij, ka nisur mbyllje e kanalit kullues që përshkon mes për mes lagjen Kushtrimi, por problemi qëndron se puna e cila po kryet për mbulimin e pjesës sipërfaqësore të tij lë për të dëshiruar. Banorët e zonës shprehen se firma e cila ka fituar tenderin e Bashkisë së Vlorës ka vendosur të njëjtat pllaka prej betoni që ishin më parë, në mënyrë të çrregullt dhe në disnivel nga njëra tjetra. Por jo vetëm kaq, sipas banorëve në shumë pjesë pllakat mungojnë dhe kjo firmë ka lënë të mbuluara me plasmas, duke hedhur sipër tij zhavor, ku qytetarët kalojnë aty dhe bien duke u dëmtuar fizikisht. Sipas banorëve të zonës, ky është një tjetër projekt që po realizohet në mënyrë abuzive. Kanali nuk e ka mbuluar siç duhet, se po tallen, sa për sy gjuan, shikojeni. Zot flasësh fare, një pllak lart, një poshtë. Merre, filloi këtu dili atje lart, shikoj se çka atje më lart sish. Kot fare. Po tallen, po marrin lekë, po tallen, shikojeni vetë. Do të flasësh fare. Kanë thyra. Ata i kanë mbuluar me plasmas sa për se s'është puna ajo që bëjnë këta. Këta marrin lekë tek këta senikin apo. Merë po kot mos as pse. Mua betesh ai, po pastro kanali, do mbytesh në dimër. Si thuati? Po si janë pastruar fare andaj nga ne pa. Kur si janë pastruar këtu vaj hallit, andaj nga ne. Ato bëhen kur e shkojnë, ata kujtojnë kur mbyten. Nuk kujtojnë që televizionimit e ju është ai. Kjo popull e tash punët bëhen atëre çdo gjë brenda kohës, nuk bëhet kur mbyten njerëzit. Atëre s'ke ku vete fare. Atëre bëhen. Mua më pëlqen se jam i atij brezit që ka kaluar këto 3 djem të Vlorës, që tek Gjika edhe 2 të tjerë doktora. Mirë që s'bën dot në një vepër të madhe, po që të pastronin qytetin e Vlorës, nga të gjitha papastërtit, ishte detyrë funksionale e tyre, se janë mjek. Doktoresha që ka ardhur tani, bravo qoftë se ka filluar me themel, që te ky kanal, që duhet ta bënin brezam përpara, edhe deri sot. Kështu që ka pasur shumë ankesa nga qytetarët lidhur edhe me mënyrën e rehabilitimit. Tani ato ka specialistë. Dhe specialistët duhet vitë të kërkojë dikush llogari. Ka inxhinier, ka topograf që merren me ato punë, se dhe kështu njerëz më radh nuk mund të bëhet. Sot bëhet me njerëz më radh, kurse deri dje është punuar me shkencë në çdo hap. Kështu që ndoshta i bie radha ti dhe del në një gjë tjetër. Kështu që sot për sot, të paktën era nuk del jashtë që të marrë qytetin si në vende të tjera. Vlen të theksohet fakti se puna për pastrimin e kanalit kryesor kullues të qytetit në lagjen Kushtrimi, po zvarritet gjithashtu në kohë, ku deri më tani rehabilitimi i tij ka zgjatur disa muaj dhe ende nuk ka përfunduar. Një turiste 30 vjeçare nga Finlanda e cila u ndjek keq gjatë një zhytje në zonën e Orikumit ka ndëruar jetë sapo mbërriti në spitalin rajonal të Vlorës. Identiteti i viktimës nuk është bërë ende publik, ndërsa autoritetet po kryejnë veprimet procedurale dhe po hetojnë për të sqaruar plotësisht shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarje tragjike. Një shtetase EU finlandeze rreth 30 vjeç ka humbur jetën gjatë ditës sotme në zonën e Orikumit ndërsa ishte duke kryer zhytje së bashku me 2 persona të tjerë.
Gjatë momentit të eksplorimit, 30 vjeçaria është ndjer keq për shkak të mungesës së oksigjenit, sipas informacioneve paraprake, ndërsa 2 persona të tjerë që ndodheshin me tërë kanë kërkuar ndihmën e një skafi i cili ka shoqëruar më pas drejt molit, aty ku ka mbritur edhe urgjenca e Spitalit Rajonal të Qytetit të Vlorës, duke dërguar me shpejtësi 30 vjeçaren drejt spitalit, por fatkeqësisht ajo ka humbur jetën. Ndërkohë policia ka nisur tashmë heprimet për këtë ngjarje të rëndë, ndërsa ka marrë në pyetje edhe 2 persona të cilët shoqëronin 30 vjeçaren. Një ngjarje tragjike është regjistruar në zonën e Orikumit, ku një turiste finlandeze rreth 30 vjeçe ka humbur jetën gjatë një zhytjeje. Sipas informacioneve paraprake, e reja ishte pjesë e një grupi zhytësish që eksploroni zonën, kur gjatë zhytjes dyshohet se ka hasur probleme të lidhura paraprakisht me furnizimin me oksigjen. Mësohet se ajo nuk është ndjer mirë dhe ka humbur ndjenja në det. Sipas të dhënave paraprake, 3 persona kanë kërkuar ndihmën e një skafi pranë një anije me ngjyrë blu për transportimin e gruas, e cila ndodhej pa ndjenja. Ajo është dërguar me urgjencë në molin e njësisë Delta, ku i është dhënë ndihma e parë, ndërsa më pas është transportuar me autoambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të ekipit mjekësor dhe përpjekjeve për ta mbajtur në jetë, turistja nuk ka mundur të mbijetojë dhe është konstatuar pa shenja jete. Identiteti i viktimës nuk është bërë ende publik. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, të cilët kanë nisur veprimet procedurale dhe po hetojnë për të sqaruar plotësisht shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë. Zjarri i cili shpërtheu pas ditën e së hënës pranë autostradës Levan-Vlorë u vënë në kontroll vetëm pas një operacioni që zgjati rreth 5 orë. Forcat zjarfikse të ndihmuara nga strukturat e emergjencave civile dhe policia punuan pa ndërprerje për të izoluar flakët dhe parandaluar përhapjen e tyre. Zjarri dyshohet të jetë i qëllimshëm. Zjarri i cili shpërtheu pas ditën e së hënës pranë autostradës Levan-Vlorë në afërsitë të fshatit Mifol, u vënë në kontroll vetëm në orët e mbrëmjes pas një operacioni që zgjati rreth 5 orë. Forcat zjarfikse të ndihmuara nga strukturat e emergjencave civile dhe policia punuan pa ndërprerje për të izoluar flakët dhe për të parandaluar përhapjen e tyre në sipërfaqe të tjera. Për shkak të temperaturave të larta dhe erës së fortë, zjarri u përhap me shpejtësi, duke përfshirë një gjatësi prej më shumë se 2 kilometrash. Flakët rrezikuan seriozisht pemtarinë dhe sipërfaqet bujqësore të zonës, sa ndërhyrja e shpejtë e zjarfikësve shmangu dëme edhe më të mëdha. Situata krijoi vështirësi dhe në qarkullimin e automjeteve në autostradën Levan-Vlorë. Rreth të dendur aty mbuluan segmentin rrugor, duke ulur ndjeshëm shikueshmërinë dhe duke rritur rrezikun për aksidente. Për këtë arsye në terren ndërhyn dhe shërbimet e policisë së shtetit, të cilat menaxhuan trafikun dhe normalizuan lëvizjen e automjeteve deri në shuarjen e rrezikut. Sipas të dhënave paraprake nga shërbimet zjarfikse, dyshohet se zjarri ka qenë i qëllimshëm. Hetimet paraprake tregojnë se flakët mund të jenë vendosur për djegjen e barishteve të këqija, po për shkak të temperaturave të larta dhe erës ato dolën jashtë kontrollit dhe u përhapën me shpejtësi në një sipërfaqe të gjerë. Autoritetet të vijojnë verifikimet për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit dhe për të identifikuar personat përgjegjës nëse konfirmohet se ai është shkaktuar nga veprimtaria njerëzore. Ndërkohë, një tjetër zjarr është regjistruar mesditën e së hënës në zonën e ujit të ftohtë mbi tunelin e Vlorës. Flakët përfshin një sipërfaqe me shkure dhe bim si tulet, ndërsa të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era u përhapën me shpejtësi, duke ju afruar zonës së banuar. Dhe ndërojmë temë, Qendra e Kulturës në Vlorë është kthyer në fokusin e qytetarëve të Vlorës, pushuesve vendas dhe të huaj të çdo moshe. Risia, sipas drejtores Kaplani, të gjitha aktivitetet zhvillohen në terren pranë publiku, ndërsa prej datës 1 gusht, çdo fundjavë do të ketë aktivitete sportive në sheshet kryesore të qytetit. Qendra e Kulturës në Vlorë është kthyer në fokusin e qytetarëve të Vlorës, pushuesve vendas dhe të huaj të çdo moshe. Drejtoresha e Qendrës së Kulturës, Angela Kaplani, tregon se përgjatë qershorit dhe korrikut ka pasur një sër aktivitetesh të ndryshme, duke filluar nga ekspozitat, koncertet festive, teatri, kuklave dhe biblioteka. Sigurisht e di, ne në gjatë muajit qershor dhe muajit korrik kemi pasur një lamishmëri aktivitetesh. Aktivitetet figurojnë nga më të ndryshmet, aktivitetet e bibliotekës publike, aktivitetet që ka zhvilluar ekspozitat e shumta që janë zhvilluar në Muzeun Historik, ku janë ndjek edhe naturistët, aktivitetet e Galerisë së Arteve, ku kemi pas 2 ekspozita vetëm në muajin korrik, ku së fundmi është ekspozita e Libran Dramit, është një piktor vlonjat i cili ka sjell tenel lashtësinë greke. Aktivitetet të tjera janë banda frymore e qytetit, orkestra frymore kanë dalë në terren, tashmë ka bërë koncertin e saj të parë në sheshin e Flamurit dhe shumë shpejt në ditën e premte do të jetë përsëri pranë publikut vlonjat në sheshin e Lungomares te Marina.
Sipas drejtoreshës së Qendrës Kulturore, Teatri i Kukullave ka nisur shfaqjen në ambiente të hapura, kjo për të tërhequr më shumë shikues. Prej datës 1 gusht, Angela Kaplani thotë se çdo fundjavë do të ketë aktivitete sportive në sheshet kryesore të qytetit. Sigurisht, Edin dhe kukullat fëmijët me zi presin, kështu që pjesëmarrja ka qenë jashtëzakonshme, ne jemi munduar që të jemi sa më afër tyre në pika të ndryshme të qytetit, aty ku fëmijët janë më së shumti prezent. Së fundi ne kemi dhe një risi të re që do fillojnë në datën 1 gusht, ku në çdo pikë të qytetit, aty ku janë lodrat e fëmijëve, siç është Sahati, sheshi Avni Rustemi, sheshi para stadiumit Flamurtari dhe lodrat që janë te fushat në Lungomare, gjatë gjithë fundjavës, të premte të shtunë, duke filluar nga data 1 gusht, do të jenë me aktivitete të ndryshme, siç është cirkull për fëmijë dhe animacione. Kaplani shpreh tepër e kënaqur për sa i përket pjesëmarrjes, ku thotë se si shikues nuk kanë munguar as turistët e huaj. Drejtoresha e Qendrës Kulturore Vlorë mbyll fjalën e saj me një thirrje drejtuar qytetarëve dhe pushuesve të marrin pjesë sa më të shumtë në numër në aktivitetet që kjo qendër ofron. Jemi jashtëzakonisht shumë të kënaqur, është një punë shumë e madhe e stafit të Qendrës Kulturës, për këtë jam shumë e lumtur dhe falenderoj publikut që na ndjek dhe është gjithmonë pranë nesh. Keni aktivitete në vimësi dhe nëse keni një ftesë le të themi për publikun? Sigurisht, edhe pse ne tashmë jemi në pikun e sezonit turistik, për qendrën kulturore vetëm sapo ka startuar sezoni turistik, të paktën ne kështu e mendojmë. Ne aktiviteti më i afërt është aktiviteti i ditës së nesërme, që është në datën 22 korrik në sheshin e Kinemas Verore në Lungomare me muzikë live nga Teo Dumani dhe Daniela Kuçi. Do të bëni një thirrje për publikun për ta përmbyllur fjalën tuaj? Sigurisht, ju presim nesër të gjithëve për të kënaqur dhe për t'u argëtuar së bashku. Në fundin e muajit korrik, si dhe përgjatë gushtit, Qendra Kulturore Vlorë ka parashikuar një sër eventesh, aktivitetesh dhe ekspozitash që do të realizohen në Pallatin e Kulturës si edhe në sheshet kryesore të qytetit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.